Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga Ministri i Brendshëm Lamallari dhe Ministri i Arsimit Kumbaro, inspektoi qendrën e komandës dhe kontrollit të projektit Smart City, ku prezantua funksionimi i sistemit të ri të monitorimit dhe sigurisë në 20 shkolla të Tiranës, me synimin për të garantuar standarde më të larta sigurie për nxënësit, si dhe për të lehtësuar punën e mësuesve dhe për të rritur besimin e prindërve. Gjatë prezantimit, kryeministri e cilësoi Smart City si një super projekt teknologjik që brenda 12 muajve do të ofrojë Shqipërinë me standardet më të larta evropiane në monitorimin e rrugëve, mjeteve dhe hapësirave publike. Kryeministri tha se projekti është një përgjigje institucionale ndaj ngjarjes tragjike ku humbi jetën nxënësi Martin Cani pranë shkollës Fanoli, duke theksuar se ajo ngjarje evidentoi nevojën për një sistem modern parandalimi dhe reagimi. Unë nuk e kam harruar, siç e kanë harruar të gjithë ata që e përdorën, keq përdorën, abuzuan deri në fund atë tragjedi, sepse e kujtoj përdit duke ndjekur pikërisht këtë projekt. Të gjithë prindrit që kanë fëmijët në shkolla duhet të ndjehen mirë, duhet ndjehen të lehtësuar për faktin që qeveria është një trup e cila thot atë që bën dhe bën atë që thot. I gjithë projekti është i ndërtuar në mënyrë që sistemi të informojë në kohë reale për rrezikun. Deklarata e kreut të qeverisë ka sjell reagimin e familjes së Martin Canit. Përmes një deklarate publike, familjarët e adoleshentit e akuzojnë Ramën se po përdor emrin e djalit të tyre për qëllime politike dhe propagandistike, ndërsa shmang përgjegjësitë reale të institucioneve që sipas tyre dështuan ta mbronin. Familja thekson se tragjedia nuk duhet të shfrytëzohet për promovimin e projekteve qeveritare, por të shërbejë për të nxjerrë përgjegjësitë dhe për të garantuar që ngjarje të tilla të mos përsëriten më. Reagimi rikthen në vëmendje debatin mbi përgjegjësinë institucionale për sigurinë e nxënësve dhe masat që duhet të ndërmerren për parandalimin e rasteve të ngjashme.